Amerikës, që e kanë parë se po devion Kosova nga kursi demokratik. Çka duhet më tepër? Me u thonë këtyne liderëve politik, këtyne partive, se sa Shtetet e Bashkuara Amerikës thonë, po kërkojmë lider tjetër. Ky nuk bën. Ky përbën rrezik për interesat e Kosovës dhe të SBA-ve në rajon. Dhe çka duhet më na thonë tjetër? Me na shpall në ngrata apo më na thonë, me na isqel letrat e mi pana se ky njeri realizon ambicjet e atyre që nuk e shohin Kosovën shtet? E që lidhen me këtë projektin e ri të Euroasiatik, të Rusisë, Kinës, të Brazilit, BRICS-in. Pra, na jemi në situatë kur kemi problem, jo vetëm me krizën e identitetit leadershipit, që janë peng i të kaluarës tyre dhe instruksionet që marrin drejt për drejt nga Sorosi që janë buxhetuar, e pranove dhuratën, e humbe të drejtën. Kështu na mësonin drejtësi. Dhe këta zotëri kanë pranuar dhuratën, janë produkti i Sorosit. Dhe këta do të shohin me ato politikat e zhverrjes së shteteve duke krijuar korporata të mëdha ku nuk ke identitet. Prandaj edhe ju flen kjo situatë që kanë krijuar në raport me Serbinë, ku s'kemi as ratifikim kufish, as marrëveshje finale, edhe luajnë rolin sikur gjithçka është okay, ja na kemi koprën, cili veri. Se po kalojmë nga tema në temë. A krijuam pretekstin? E krijuam pretekstin. Futem atëherë reciprocitetin nëse të kujtohet, Shtetet e Bashkuara na thonin, na jepni afat edhe një muaj. E që ne u deshte atëherë ish kryeministri Haradinaj, t'ju jepte edhe një vit se po ta kërkojnë Shtetet e Bashkuara. Ata të kanë ndihmu me u liru, kur ata kanë menduar se ti duhet me u liru. Se na luftë për organizime për luftë kemi bën prej se ekzistojmë në regjimin komunist jugosllavisë, ose siç thot fishta i madh, në minit shojshojt ata kanë shejvetin qiell i dhej. Domethënë prej se ekzistojmë jemi në armiqësi. Por asnjëherë se arritën fitoren derisa Amerika nuk vendosi. Ta lypin një muaj për çështjen e reciprocitetit me hiç. Nuk e hoqën. Çfarë ndodhi? E futëm Kosovën në krizat barikadave. Arrestuam një policë dhe u larguan të gjithë serbët nga të gjitha institucionet e Kosovës. I humbën 5 vite të shit patriotizëm në veri, futën makinat policisë me uniformat policisë, pastaj deleveshu civilë dhe po pim kafe në veri. Si bën këto improvizime në dëm të sigurisë kombëtare dhe të interesit shtetit? Këto vetëm armiqtë të vendit e bojnë. Kështu kanë vepruar ministri Fesla, ai tjetri ai i minoritete, çfarë është ai Krasniqi, derisa Kfori ka kapur makina dhe i kanë kthyr brenda. S'kan dashur na degeneruar me çit publikisht, se këta kanë sunduar dhe median. Pra, edhe çfarë kemi sot mas 5 viteve apo 6 po bën që bën këto farë heroizma, patriotizma në përveri. E kemi pra një Kosovë ku tani me zgjedhje të rregullta, nuk na u heqën masat sankcionuese të BE-s për shkak sipas marrëveshjes së Bratislavës, që ishte deeskalimi, sepse s'leje ke Serbia me bë deeskalimin, s'na la me bë referendumin, se tani ja kem kriju vetë një çasën me pengu procesin shtetëror të Kosovës. Sot me zgjedhje po kthehen të gjithë në institucione. Tani ati zotërisë që komandonte si zëvendës komandant atje ai Elxhani në veri, i vjen drejtori serb aty se është parashikuar me ligj atje me qenë serb, dhe çka përfituam na për 5 vite? Përveç sankcione nga BE dhe sankcione nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe izolim total të vendit. Çka përfituam 5 vite? Cili është ai patriotizëm? Cila është ajo liri dhe shtrihje e pushtetit në veri? Urdhnota shtrirja e pushtetit. Çka nëse vinë ata nesër në komuna e ta heqin flamurin e Kosovës, e ta vendosin të Serbisë? Çfarë do të bëjmë? Pra shifte ku kanë fut vendin kjo klos. Prandaj e bëra thirrën se këtu qytetarë duhet ta shfaqin forcën e dinitetit tyre, po them forcën e revolucioneve në Shamia të Kuqe që ka bërë Albin Kurti me kallë institucione me sulmu policinë. Jo, janë produkti i gjakut ton, i djersës ton, i sakrificës të popullit. Por forcën e dinitetit tyre të bllokohet qeveria, nuk mundet as shteti as kërkush kundër popullit, se në fundit edhe shteti është popull. Zotë Berisha, çfarë ndodh? Këta duhet t'i heqim me mjetin vot dhe forma tjera pa dëgjueshmërie nga institucionet dhe ta shpëtojmë Kosovën dhe vetveten tonë nga kjo ku po e çojnë Kosovën ta. E qartë, por çfarë do ndodh nëse Kosova pra hyn në një periudhë ku institucionet nuk do të formohen? Çfarë mesazhi do i dërgojë kjo partnerëve ndërkombëtar, por veçanërisht edhe atyre që ndjekin dhe procesin e integrimit evropian edhe marrëveshje strategjike? Për 100 vite studime, 100 vite sundim serb, që nga mbretëritë e bashkuara, mbretëritë serbe atëherë deri më sot, deri në kohën e Miloševićit që kemi rrezu. Këta kanë provuar të instalojnë në mendjen dhe psikën e shqiptarëve se edhe të botës marë, se shqiptarët nuk janë të aftë të mbajnë shtet. Dhe kjo çfarë po ndodh, që nga viti 2019, kur në pushtet ka ardhur ky person, apo që nga 97 takimi Brezovicës, ku Stanishiqi ka thirrë gjithë argatët e vet atje. Dhe ju ka dhënë detyrë dhe keni Baton Haxhiun në Prishtinë, në Tiranë keni. Thirrne,
Thuj ka thonë Hyseni Berisha dilet e shmo, si e ke marrë detyrë me integrue, me infiltrua Albin Kurtin në procesin politik, duke e fut në njën student dhe sfari. Duke formu kanin me atë rikallën e me do tjerë që tash basi ku i lufton. Duke kriju lëvizjen e cila ka refuzu çdo veprim përfshi dhe luftën e drejtë e pavarësia. E formimi ushtrisë e ka refuzu në emër do kauzave që i krijon me Recep Qosën e me këta akademik tonë që sot Qosja, Dacie, po preferojnë me i korrigju kufit duke shkëmby territore. Pra, këta tregojnë që janë akademik që i kanë marrë titujt nga komiteti centralni komitet SKU, komiteti qendror i Partisë Komuniste të Jugosllavisë. Sepse sot ata janë akademik, dhe imagjinoni për fatkeqësinë tonë. Veç vënin komparacion me Dobrica Qosićin, akademikun e fundit serb që nga Garashenini e këtu. Këta predikojnë ndrim territorësh e çka me ndru për te kufive të Kosovës është prapë Shqipëri. Prapë janë shqiptarë. Pra, ta po thojnë, o burra që apim do këto ka shqiptare e ti marrim do fshatrat Luginës. Po jo mërzotni, edhe Lugina o term slav, Kosovës lindore, nuk i thojnë asnjëherë, Lugini thojnë, si që thojnë edhe serbët. Pra, këta janë autoritetet që përfaqësojnë interesat strategjike të Serbisë, sepse janë akademik që i ka bërë komiteti qendror i Partisë Komuniste të Jugosllavisë, përfshi Qosën që ka qenë antar hyjmor shtre i Mladi si ka pas temë në që ka shkaktu krime shumë Kosovë. Pra, Rankovici, Mladi Rankovicevci, Rankovicet e rinj. Synimi tyre ka qenë eliminimi i kulturave komsive, do më thonë edhe një shqiptarve, dhe krijimi i kulturës jugoslave. Dhe tani vjen ky Recep Qose, e ai dati tjetër që nuk shkon atje në Preshevë, e më u bë deputet në Parlament Serbisë, e aty mi bë luftën për shqiptarët, po vjen do me na bë rrugovën tonë në Kosovë. E Recep Qose më shku në Vutaj, e me e bë shqiptarin e madh në Parlament Mali Zvijet me mbrojt drejtat e tyre që sot i kanë zhdu. Shqiptarët numëron gishta sa kanë met në ato treva, por vjen në bën atë dhëtarin e trunin e Albin Kurtit, i cili po ashtu duhet më shku më bë deputet atje në vendlindjet vet, e me bë luftën për shqiptarët dhe çështën shqiptar madzi, e në Serbi, e në Maqedoni, e në Çameria ta tjuvë të tjera. Se Kosova e ka pas një Ibrahim Rugov, një Adem Jashar, një Hashem Thaç që e ka po shtet pavarur, dhe sot nuk ka nevojë për këto teoricien demagog bosh akademik që vinë na nxisin tema për shkëmbim territorësh, për korrigjim kufish. Kosova ka dhënë verdiktin e vet, e ka shpall pavarësi, ka kufi që ja kanë njohur ndërkombëtarisht me thekë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj, kur flas këtu, mesazhi që ta po përqojnë është pasja për me mbajtë shtet. Unë kam shumë shpresë se në drejtën ndërkombëtare është një institut R2P, Right to Protect, kur shtetet popujt dështojnë të mbrojnë institucionet e veta. Dhe shtetin e vet, atëherë në bazë drejtën ndërkombëtare, fuqitë si Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë të drejtë të ndërhyjnë. Sepse është investim i krejt bashkisë ndërkombëtare, por me theks i liderit kryesor, aleatit tonë kryesor Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për ta bërë këtë shtet edhe në aspektin gjeostrategjik të Amerikës, por edhe në aspektin strategjik shqiptarëve që duan lirinë dhe demokraci. Fatkeqësia është të vjen një klasë të tillë politike dhe gjen lider pa përgatitur, lider që kanë krizë identiteti, edhe njerëzit me krizë identiteti janë të rrezikshëm. Monin men, filozofia e njeh shumë të tillë, po një ndërta është Hitleri. Adolf Hitler ka pas krizë identitetit vet. Dhe është kthyer në rrezik të komunitetit që ai e përfaqëson. Tipike për leadershipin e sotëm Kosovë, në veçantë Albin Kurtin. Qartë. Mirë, zoti Berisha, për ta mbyllur sepse jemi në fund, ka pasur një përplasje mes kryeministrit shqiptar Edi Rama dhe kryeministrit Kosovës Albin Kurti një ditë para se të zhvilloi edhe protesta në mbështetje të UÇK. Si e keni parë këtë përplasje mes dy liderëve? Rivalitet për të marrë pozicionin e të parit në raport me Soros. Dhe tubimin çdo zë që është pro mbështetjes të drejtës imazhit të ushtrisë shqiptare të Kosovës e mbështes dhe duhet mbështetur mbi atë motivin një komunisht qëndrim, siç e kemi bërë. Por atje u realizuan disa aspekte. Në aspektin emocional, ishte kategoria emocionale që dëshiron të tjetë pjesë të saj. Janë për të respektuar sepse respektojnë atë vlerë. Në aspektin moral, ishin ata që duhet moralisht të mbuloheshin apo të jenë aty dhe një kategori pastaj të spastrohen për shkak se ndjen pengjes kaluarës tyre kanë deficit në atë se nuk kanë qenë anë dur të historisë në atë kohë. Janë edhe ata që duhet të jenë aty sepse duhet shihen, janë kategoria politike, duhet shihen për skaj popullit e për krejt dhe ato që kes nëse dojnë me metë s'kjenë politike, dhe e fundit është kategoria që në vend se të përdorte mbulesën morale të jetë atje, ata qëndruan në Prishtinë dhe filluan të quajnë se të gjithë ata në rreshtin e parë janë bashkëpunëtorë
të atij shehollit, të atij spionit, të shehollit që është arrestuar. Imagjinon rreshtin e parë kishte luftëtarë të mëdhaj. Ishte edhe vetë kryetari i veteranëve që është pa këmbë. Ishte edhe Ferhat Ademaj që i ka luftar që i ka humbë 2 këmbët në Koshare, i kish këmbët proteza dhe unë ja kam falë një uniformë të FSK-s kur kam dalë në penzion parakoshëm dhe ishte vesh në atë uniformë dhe këta quajten bashkëpunëtorë të Serbisë, e quajten spion të Serbisë. E quajten Ali Ahmetin një sheholl në liri. Një njeri që është ABC-ja organizimit të krejt deri te lufta, sikur të kishte qenë i dyshim sipas këtij spionit dhe antarit të organizatës Syri i Popullit. Organizatorit të gjitha vrasjeve në perëndim gjatë regjimit jugosllav në emër të UDBA-s dhe tani me Syrin e Popullit ju e dini atë idenë për të bërë Hashimin edhe krejt leadershipin, profesor doktor që titulli doktor tash i kanë marrë gjithë këta lakejt për rreth Albinit, sepse ju duhen për mbulesë, por sa drejta më baja. Dhe e çun Ali Ahmetin shehollin liri. A ka fytyrë më të madhe? Një njeri që ka qenë të gjithë hapat e procesit deri tek pavarësi ose tek karakteri deri tek të drejtat e shqiptarëve në Maqedoni, duke u kthyer në element shtetformues atje, të cilën tani po e rënojnë pikërisht